zonja në fjalë ka pas detyrë të garantoj që procesi i përdorimit të teknologjive digjitale në Shqipëri do të favorizojë kontrollin e zgjedhjeve dhe garantimin e votës lirë qytetarëve. Dhe kjo me rrogën për këtë punë. Në fakt kjo rrogën e ka marrë për të manipuluar procese, sepse ka heshtur përballë dokumentave zyrtare, fakteve, që në Shqipëri nuk ka identifikim biometrik, dhe ajo ka mashtruar të gjithë auditën sikur Shqipëri ka identifikim biometrik. Në moment që ti vendos gishtin që vendos ti nuk ka asnjë lloj qasje raport me identifikimin biometrik. Sepse ajo gisht lëshohet si një gjurmë pas zgjedhjeve. Por ti mund të përdorësh 10 gishta, që do thotë në 10 qendra votimi, ti mund të përdorësh nga ai gisht dhe në fund fare asnjëri nga gishtat e tu nuk del sistem që është i joti sepse janë 10 të ndryshëm. Pastaj nuk njeh gishtin e Altinit. Fiksoni këtë gjë. Ai njeh thjesht një gisht. Nëse ky gisht del 2 herë, atëherë ky gishti identifikon dhe autorin e veprës kriminale, që është Altini. Ma kuptova logjikën. Po. Nëse ti përdor 10 gishta, ky gishti këtu nuk përputhet me këtë këtu. I madhi këtej dhe i madhi këtej nuk përputhet me njëri. Pra, ti ke mësuar të thosh 10 herë, tani çfarë ndodh? Pajisja nuk lexon as me gishtin. Lexon vetëm të dhënën e ID-s, që thotë numrin e kartës. Por lexon këtë për të gjetur në sistemin e gjendjes civile, që ti ke një identitet. Po ti mund mos jesh ai. Ti mund të jesh një tjetër. Pse? Ne bëm eksperimentin në KQZ dhe unë votova për vete dhe për Mando Vrushin në kryetarin e partisë. Pasi ne do të kemi 4 vjet që merrem me këtë temë dhe refuzohemi në të gjitha format nga KQZ-ja dhe nga OSB Odiri dhe nga partitë politike. Ne kemi 4 vjet që themi që në Shqipëri nuk ka identifikim biometrik dhe kjo shërben për të krijuar mundësi votimi për 150.000-200.000 vota tepër. Varet nga gishtat që do përdoren dhe nga numri personave që do përdoren. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që në qendrat e votimit ne kemi një pajisje në të cilën mjafton që operatori të jetë i Partisë Socialiste, kryetari i komisionit të jetë i Partisë Socialiste, dhe unë që jam i Partisë Socialiste, kur futem qendrën e votimit, votoj me kartën e komshiut në qendrën e komshiut. Jo time. Unë më votoj në 10 qendra me 10 gishta. Apo në gjithë qendrën me 10 gishta po më lan anëtarët e komisionit. Po marr që gjysmë janë të PS-s, gjysmë të PD-s. Tani çfarë ndodh? Në 5200 qendra votimi, 5400 nuk e di sa janë. Në të gjysmën e tyre që 2500, 2600 nuk e di sa qendra e bie. 5200 e sa janë po. Në gjysmën e tyre kryetari është Partia Socialiste. Oert Bylukbashi, Lulzim Basha, Endri Hasa, Gazbardi, Ivi Kaso në 2020-2021 dhe më vonë prapë në 2024, prapë 2023, prapë 2022 dhe këtë vit 2025 mbrojtën një skem që përjashtonte anëtarët e komisionit nga verifikimi i identitetit votuesit. Që do thotë dikur anëtarët e komisionit, të paktën 2, kryetar, sekretar kontrollin kartën tënde. Po DPS, ore jeti i Altini apo si jeti i Altini? Më kuptove logjikën. Po. Në moment që ata konsiderojnë që ti Altini, ti vazhdo procesin vëlla. Çfarë ndodh? Është hequr e drejta me kërkesë të Oert Bylukbashit, sekretarit të komisionit. Më kuptove logjikën, është hequr e drejta. Që do të vetëm kryetari shef kartën tënde, po ti mund të kesh vërtet kartën tënde kur e tregon. Por mund të kesh të komshiut. Po e sepse ke kartën tënde, shkon tek operatori që është i KQZ-s, që duhet jetë ai Partia Socialiste, nëse kryetari është i PS-s, ashtu duhet halli. Dhe ti nxjerr një kartë tjetër nga xhepi që është e komshiut. Apo një kushëri, apo diku që s'do të fare në Shqipëri. Ose ti ke nevojë fare për kartë origjinal, nuk ke kartë falso. Ose dëgjoj me vëmendje, dhe një copë karton të thjesht, kaq kartoni thjesht jetë, këtu mjafton të ketë një dhënë të shkruar. Se nxjerr kushdo te gjendja civile. Dhe ti me këtë kartë voton për Arben Hasanin që ndodhet jashtë shtetit, është smur apo ka vdekur, apo i ke thënë mos vjen votoj, apo ti e di që nuk vjen votoj, apo s'do në qytet fare se është me punë qytet tjetër. Kjo çfarë bën? Bën që pajisja e identifikimit të mashtrojë komisionin, sikur ky person që ka emrin në këtë komision dhe listën e votuesve mund të votojë. Pra i gjithë komisioni dorëzohet përballë atij njeriu dhe me atë që mund të bëjë çfarë. Ja ka lënë pajisjes pra, e kuptove logjikën. Pra në emër të pajisjes kanë zhveshur lakurisht komisionin nga e drejta verifikimit, duke përfshirë sekretarin e komisionit, që mund të jetë i PD-s, si sekretari i PS-s. Ma kuptove logjikën. Dhe kjo është propozuar nga PD-ja, nga Bylukbashi, nga Gazbardi, nga Ivi Kaso, nga Lul Basha, nga ai që ka pas Hasa i Elbasanit. Endri Hasa. Të gjithë këta janë një klan, këta 5.
Këta kanë punuar, në një moment u çan, ça shumë e Berishës atë kanë ndetën. Problemi është që këta që janë të Berishës janë po këta, që ishin me Bashën. Këta vazhdojnë të ruajnë sepse personin KQZ që ka dërguar Basha dhe sot e ka Berisha, Lealba Pelinku është personi që bën tenderat për pajisjet identifikimit. Pyetja është kush i ka këto pajisje? Këto pajisje ka kompania Smartmatic. Cila është kompania Smartmatic? Kompania Smartmatic është themeluar dhe drejtuar nga ish drejtori i Fondacionit Soros në botë 4 vjet McMulloch, i cili ka qenë drejtor nga viti 2020 deri 2024 i gjithë fondacionit Soros në botë, i cili është akuzuar nga Donald Trump për manipulimin e zgjedhjeve në vitin 2020 në Amerikë. Tani, pyetja është pse hapin Soros dhe heshtin për Soros. Dhe këta ishin në video live që filmuam ne në KQZ duke bërë eksperimentin. Isha unë dhe Armando Vrushi dhe e vërtetuam, votuam me karton, votuam me kartën e Armandit votova, unë votova dhe me kartën time. Po përgjigja kush ishte? Ë? Përgjigja kush ishte? Aty ishte Lealba Pelinku, Po, e PD-s. nuk Ishin gjithë zyrtarët e KQZ-s. Ishte përfaqësuesja OSB-s Liza Past. Ish drejtoresh komunikimi e Fondacionit Soros Estoni, që mbulon OSB-n për të bërë raportimin e sistemeve elektronike, digjitale, kibernetike etj. Ajo ka fushën e Shqipërisë. Ajo merr rrogën për këtë punë, pasi ky projekti digitalizimit është i përbashkët. Dhe çfarë ndodh? Në këtë situatë, KQZ-ja nuk e transmeton live këtë ngjarje. Është vetëm që s'ka transmetuar, gjithë ka transmetuar live përveç saj. Por e kemi transmetuar ne live ke llogaria jon. Dhe ka dhënë faktus, e ka dhënë TVA-ja, po jo kush tjetër. Ku kemi treguar se si ne kemi votuar 3 herë, unë kam votuar për Mandin, kam votuar për vete, madje Mandi ka votuar me cop kartoni, siç sa tregova unë ty, me cop kartoni. Sepse këto makina nuk ofrojnë, dhe ata heshtën të gjithë dhe e fshehen këtë fakt. Sepse, sipas të dhënave tona, i gjithë ky sistem është i kontrolluar dhe OSB-ja ka marrë të dhënat që kanë nga zyra lokale, pra Audiri i Madh ndërkombëtar, dhe ka bërë një raport me fakte të rreme që thonë që në Shqipëri ka identifikim biometrik për të fshehur faktin që Shqipëri mund votojë kush të dojë, sa herë të dojë, nëse do partia në pushtet. Ç'do thotë? Do thotë që OSB-ja, duke folur për identifikim biometrik, ka thënë që Shqipëri ka votuar vetëm ai që ka pas të drejtë. Më kuptuat logjikën? Ndërkohë, po të kishte shkruar që s'është identifikim biometrik, linte pyetja, ore, sa flet votimi kanë kuti? Kjo është pyetja. Atë t'ja u themu sa flet votimi kanë kuti. Këtë e ke ekskluzive. Në Shqipëri, prej vitit 2021, votojnë mbi 100.000 shqiptar, votojnë më pak se 100.000 shqiptar sa janë vota në kuti. Tani ka arritur Shqipëri në rekord këtë vit. Pse? T'ja u shpjegoj pak. Kur u bë censusi në 2022-shin dhe dolin 2023-shin, e mbani mend besoj. Dolin 2024-ën me 8 muaj vonesë apo jo? Po, 6-8 muaj vonesë po. Bukur. Sipas censusit, në Shqipëri bie që mungojnë 225.000 fëmijë. Më dëgjoni? Po. Pra, 0-18 vjeç nga viti 2011 ka më pak 225.000 fëmijë më pak, deri 0-18 vjeç. Nga viti 2011, nga censusi i 2011-s. Në vitin 2025 i bie, pra, nga 2011-a, pra 2023 i bie, 2023-shin, i bie që në 12 vjet në Shqipëri mungohen vetëm 175.000 të rritur. Apo jo? Sepse mungojnë 400. Pra, censusi i vitit 2011 thotë që Shqipëria janë 2.8 milion banor. Censusi i vitit 2023 thotë që janë 2.4 milion banor. Pra 400.000 më pak, apo jo? Por harrohet që këtu mungojnë vetëm 225.000 fëmijë dhe të rinj. Pra, vetëm 175.000 pas kanë ikur nga Shqipëria për 12 vjet. Sa i thënë në vit? 12.000, 14.000. Tash ti mendon se nga Shqipëria pas kanë ikur vetëm 14.000 veta? Po kështu ka qenë Shqipëria gjithmonë, s'do kishim këtë shpopullim që kemi. Pra, censusi jep një shifër të rreme. Në Shqipëri nuk janë 2.4 milion banor, janë diku ke 1.9 milion, 1.7, 1.6, 1.8. Shifra është e paqartë, e panjohur, sepse këta ç'bëjnë, i fshehin të dhënat duke treguar që janë kaq të punësuar, për shembull, sigurimet shoqërore i paguaj 2 herë. Një sekretar partie deri këtë muaj dhe një herë si avokat. Qumi 2 vet, jo një altin, qumi 2. Në Shqipëri rezultojmë 2 veta ne, të punësuar. Më kuptove logjikën? Po. Dhe në Shqipëri ke shumë të 2 punësuar në mënyrë formale. Këta rrejnë vazhdimisht duke dhënë shifra të rreme,
duke treguar që në Shqipëri jetojnë 2.4 milion banor, ku Shqipëria jetojnë 1.9 milion. Tani bëjmë si llogarit. Me censusin e vitit 2023 sipas atyre, ku dihet që sot ka më pak popull se ç'ishte 2023-shin, për shkak se ka më shumë vdekje dhe më pak lindje nga 2023-shin, më kuptoni logjikën. Unë do marr shifrat e 2023-shit. E dini sa kanë votuar këtë herë në Shqipëri duke thyer çdo rekord europian? 83% e shqiptarëve. Atë fakt 87% e shqiptarëve. A mendoni që në Shqipëri pas ka votuar 85% e banorëve të këtij vendi, kur në Europë nuk ekziston kjo shifër kurrë në asnjë rast? Por në Tiranë ka votuar 104%, valla. 104%, me census e flas. Pra numri votuesve me numrin e censusit. 18 vjeç e sipër, ë? 18 vjeç e sipër. Ndërkohë që po të hysh të vërtetës, ne kemi votuar si popull 120%. 1.8, 1.9 milion banor, sa votues janë? Votues janë 430 sa mijë. 1.230.000, diçka e tillë. Kam aty shifrat i kam votuar. Pra, koncepti është se në Shqipëri numri i votuesve real është më i vogël se numri i votave në kuti. Por nëpërmjet këtij makinerie, identifikimi biometrik, ndërtohet një mekanizëm që votojnë të tjerë, mbushja e kutive, quhet. Me e bëjnë sikur votojnë. Për shembull, zbën e ke makina, po korruptoi komisioni, ka kollaj. Kalo karta, kalo këtë, çopa kartoni, votoi gjithë qendra. Por ndërkohë ti ke qenë qendër votimi. Sa me tapeti ke duke pritur? Shumë pak. Ishin bosh qendrat. Pse ishin bosh qendrat? Se s'ka popull, ka dikur. Nuk ka njerëz në vend. Këta përdorin 5200 qendra votimi. Ndërkohë Shqipëria shumë ka dikur shumica. Ne jemi shumë pak njerëz këtu. Me këta hapin shifrat e 2021-shit, 2023-shit, si krasim, duke harruar që është e njëjta skem që shpërdor dhe atëherë tani. Pra ne kemi një mashtrim të madh, gjigant, ku PD-ja hesht për këtë gjë. Për këtë do të pyeta, doktori, është ndjeni për këtë? Më fal, doktori, nëse nuk është ndjeni, do e mësoj nesër. A do e shkarkoj Orit Bylikbashin, Gazbardhin, do i kërkoj atyre të largohen nga partia si tradhtar, i Vikason, jo, burr, do bëjnë karrierë ata, më shumë se ka bërë. Pra ne kemi një konsensus opozitar, që sa më shumë ti shërbej Ramës, aq më shumë karrierë do bëjnë. Shqip Belit Kolliçi me 600.000 vota në 2023-shin, shqip të vit që shkatroi gjithë fushatën e Tiranës, shqip Orit Bylikbashin që ka bërë gjithë maskrallën e reformave zgjedhore, për herë kështu po shkon opozita, për reformave zgjedhore njëra pjesë, do bëjnë tjetër. Ata bëjnë karrierë për herë më shumë. Karrierë për herë më shumë. Ata rriten, ata fuqizohen, sepse atë parti nuk ka vlerë. Fare, çfarë i sjell ti Shqipërisë dhe popullit dhe votave dhe partisë total. Rëndësika se si kanë besnikërinë në grupin e tyre. Pra, koncepti është që këta heshtin e kanë mbajtur në sekret në censur për këtë temën prej 4 vjetësh, prej 2 vjetësh, prej 1 viti, prej 6 muajsh, prej 2 muajsh, prej 3 javësh, që ne prapë para 10 ditë para me këtë u morëm, datë 28 prill. Sepse Rama çka bër? U ka dhënë këtyre të bëjnë tenderi në KQZ, që vetë marrin votat. Ta marrin lega e merr votat. E kuptove logjikën. Me pajisjet e Smartmatic Soros. Pra kemi një sistem fake. Desha t'ju bëj dhe i pyetje të fundit për Amerikën, por ma përmbysët fare me gjithë të që me shpalosët me lart. Se doja të pyesja pse nuk erdhi Maga këtu. Nuk e di kur do të transmetosh këtë podcast, por të them me plot gojën se punë orësh mbase dite do ketë votimi i raportit të parë ton ndërkombëtar në anglisht, ku i çojmë të gjithë eurodeputetëve, të gjitha qeverive, Kongresit Amerikan, se si raporti ODIHR OSBE-s ka prodhuar një rrend të madhe, që është identifikim biometrik dhe kush janë pasojat e kësaj rrende. Çfarë ka fshehur kjo rrend? Çfarë libi është kjo rrend? Fjala identifikim biometrik është një mashtrim i përbashkët, kolektiv, i organizuar me konsensus nga Ilian Celibashi, Alba Pelingo e PD-s në KQZ, Oert Bylikbashi, Gazbardi, Ivi Kaso, Luzim Basha, Endri Hasa, dhe fillojmë pasaj me radhë. Edi Rama, Ministria e Brendshme, çfarë të dush ti? Pra të gjithë bashk, ku rolin e garantimit këtij procesi ka pas një ish drejtoresh e Sorosit në Estoni, që ka mbuluar gjithë këtë pislëk në nivel ndërkombëtar, pasi ajo me certifikatën e sigurisë kibernetike botërore që asaj njihet, ajo ka manipuluar të gjitha sistemet. Emrin e saj, fytyrën e saj, videot me të i kemi bashkë në eksperiment. Ajo është aty me ne, ajo është shef eksperimentit dhe ajo mashtron ODIHR OSBE-n, sepse këtu sistemi është i kapur i gjithë nga Soros. Pasi gjithë njerëzit e Sorosit janë ata që kontrollojnë këtë sistem. Dhe Shqipëria nuk ka zgjedhje. Avokat, faleminderit shumë për bisedën.
Për mua ishte kënaqësi dhe më ke diskutuar sa herë duash. Faleminderit.